Si avojse e kësojnat pak. Po i kom rrujt se Jo, kur i jo, zon glova mi vënoj që ti. të këngëtore që kanë bo, që jenë fryje. Krejt prej qitu e kanë morë materiali. Ska qenë një të to di që materiali bigit. Jo vetëm të këto, po edhe ke këto për ke unë kanë marrë. Pse i fryshe ti bush, qa kishe nevoj? E, të kanë zë drejtën. Ja, mësëm kalzë, pse i fryshe, urna? Të kanë zë drejtën a di pse i fryva? E, unë hina në tripa thash hajde. Pse kryt po bëjnë, unë vini vete. Pendje, po më ka ramë, më se kam. A të kamerman vesh pak që të kamerman vesh pak. Ka vetë një cofë e vogël, se unë i kom pate vetë natyrale, edhe kot, shkova kej doktori, thash, frymi edhe une, mos po jes mangit. I fryva, kur e pash vete, Pra do t'ja fri buzën të kur e pash vete si travestit, që u bona, muaj ftyra, ka pa doktorin, kur dëm heket kjo buza se të vitë dhe të mysë. Tha, 6 muaj depresisht, dal nga dal më ra vete, shiqër zotit e kom bo. Po edhe ajo është luks qef, kush do ne ta bën, unë nuk them atë. Po mëre, po pse Unë jetë që do bëra ne? shaka për atë pjesën, normalisht për atë pjesën tjetër se ti se ke kompleks. Që do ne komplet. Jo, i kom bë edhe buzët, kom bë edhe botox, kreti kom bë më kur Po? Po mëre do ne kumbo. Edhe ti, Po i kumbo këtë tu e s'ka këtë. Po vëlloj, i kumfryje krejt. ku i kiti këta? Kanë? Këta. Të i lashën shpe, vëlloj se fëmija minalen. Kanë le. Ta non ti pëdel shpesh. Po? Ja le këto, ja shkëve, ta shpi, javlovish. Vo, dje ja kum lojshin në panor me e sa nipa. A ti jam të une? E shishkuat të kësyje, hop. Ja vëlloj, këto për të kalzek sa qunë ginekologi. Se? Ha? Se? Fëmija se të lindin. Mene, hop, ja, luke. Big bre, vëlloj që në tim pilqen jo që je lirë. Po. Jo lirë shtu për vitri që liruan sanë, për kështu e lirë, për mënej që shërren, a bëdin, i artiste ta, manë artiste. Absolutisht. Nuk mon staf, a bëdin, është për di e lirë. Edhe shtu bëta kështa, Qysh? edhe shtu kishtë jasja. Hajtë trusëm edhe pak sa birë mrika. Hajde shkodin salon, hajde të këshyri krejt njëri se ka gja fërti pas ke boda. Apo donë me më këshyrë? Unë edhe këtu se kom problem. Je, se rës pak, të djallë, se ka keri, e kështë pi bjet lega nëjse. Big, A di që kur kemi qenë emisionin e saj, hej Bigu, pse se ke vazhdu emisionin vërtet ka qenë shumë i shikuar, një emision Është e fantastik. vërtet. Puna pse e ndërpreve emisionin i shkaku se unë u përngulla për në Turqi. Në përnjën të shkove në Turqi. Edhe u ktheva pak as kisha një periudhë jetës time ku kisha nevojë të jap përkushtim jetës private vetes time se unë prej moshës 3 kom qenë për televizione, në për mbrëmje, me këngë. Kështu që duheshta pak relaksohem edhe mendoj se hyna me një gjumë pak si të gjatë, edhe shoh se hey Big, çau të ndodh me ty, i është duk. Kështu që jam aktivizu sërish. A, do të fillosh? Po, do të filloj edhe me emisionin, kësmet me shtator, po njerë primare për mua është muzika edhe kënga me atë cilën e kam filluar. A di që e kemi shtri Mihrin me Bigun. Në emision. Ka qenë emisioni më i shikum ka qenë. Edhe kena shtri Mihrin, kena fillu me gjveshme, i pakujen operacionet plastike. a qaj ka thonë e diroma kësoj? Po, Ha? qaj ka thonë? I ka thonë, mëre kum një për Big Mame, vesh pse ka ke Big. Po e vetë nga që e më rinë ato aty lartë. Ej, a i më tha mu me gjithëmen qenë ke Big. Po kur e pash edhe unë atë, thash, unë e Big po se po edhe ti, ko qa Big koke? Jo, ko qa Vesh Bigu për mblokit për shok to, na em. Ja të qërtu burin, të ka burin. A, të këmë thonë, për a i kom të i po. Big. Mirë, kjo është, o ka thani regjisor, sa bukur e ka thani, KPG-u kur tha, kjo është e vetëmja Big këngëtare, edhe në dukje edhe në këngë që këndon këngë të lehta. Po. Shumë bukur e ka thani. Po, është vërtet. Big. Haja. Qa pesision kështu? Unë mytu më këshyrë kënej, unë mytu. Marove. A pilak bona? Jep, që shtjem kon 72 e vetën e për A vetë je kona? E qka u botën e? Qka u botën e? I kalon shpi. Jo, pasha. Ja kanë sos. Jo. Ja kanë sos mia të ta po. Patulik me burën e roshën therra, po shpërtheva. Mirë, ato i pas ke lënë të shpia, se fëmija ti kanë... E këto ku i ke lënë? Ne, më shqiptarëve ju frynë mrapa, këtu fryjen hinë mrana. Po qëre, është mirë me pas që të, gëmue, shiqër dhe ti i kije. So në pisho plot, të në herë mëre, se për selfie që në përbon e lap. Selfie është i mirë, tash, a bëdin që të lezeqëm. Tash se del e pash një selfie. Qëta, që ko. Jo, selfa belfije. Selfie bëfije. Qysh? Selfie bëfije. Qiraj. A dojna me pyt bashkë Bigun këngë të reja, i ka bo shumë interesant, po Bigu me këngën e fundit ku këni përdorë dhe kalashe,
Pse I keni përdor ato? Po, shif, asaj trupit tim edhe natyrës time I ngjante Gulinovi ta kenë aty. Po prandaj, pse kallash, ja Gulinov, ja mitralose. Po ato I gjetëm shpejt edhe hajt. Me beskallapur, a? Po. Metemina, zemër veshur metemina, u ka po sirosh, metemina, zemër veshur metemina, u ka po sirosh. Bravo. Metelina, që të metelina. Ej, a beson se kërë kemi bë këngën, nëse këngën e ka realizu Besi atje në Shqipëri, krejt ka qenë organizator, edhe ma qonë tekstin e këngën, realitet njerë vetëm e ndigjova se në mirë shavesh. Unë e mirë shavesh me të mira. Thash, ki tekst o bes me të mira. Me të majra me konë, majri shkam, po s'ke me të majra. Edhe më thot Besi me Temina, thash çao burr Temina. Temina edhe unë për herë pare mora vesh me Temina që nga me Xixa. A me Xixa? Me Xixa, me gurrës Si ato. me Temjana. Me Temjana, po, me Temjana, me Temina. Uja, ja. Otaj. Otaj. Gjibon vetaj? Ku që me gjipa që të? Mos e të lëvejt punën. Valla bre keni një gjuhë interesant. Shumë të mirë. Valla të mirë e kena. Dialekt, pjesë dialekti. Dialekt, unë mendoj se dialekti më I bukur I Tetovarçës edhe më mirë ti shkon këngëve. Ja, po. Këngëve dialekti Tetovarçës. Tash nuk du të Ja, bëj vokaliste ama kur këndosh Se na është konga 3 minuta me të këty në 5. A ke pa që shë ka na e marrim nusën me kere me... Me kere me kije, me kere me qëtë qomës. Me qëtë qamilës. me rabe marrim. Me rab. Unë e përshkoj, se Ku ki përshkon? garante edhe pyetje tjera, këfti që tu se flekte lakta, përshkoj, se kam ishin mi puna, pse fëmija se ne. A po, a? Se a haleje të I mojta, a? Pa. Bek, më mollë shtypit, Bë, më shkrimit, më mollë shtypit, më bëhe vëgële shkrimit. Hajde bik mama, shini për fmira. Hajde shini për fmira. Interesante. E me gason? Me Gason, po, Gason do ta përshëndes edhe pse sot e këndova vetë pa Gason këngën, me Gason nuk jam njoft. Gasoja është një djalë nga Gjilani I cili jeton në Zvicër, për momentin është në Zvicër, prandaj nuk është këtu. Ka dash të bën një këngë, e kemi një shok përbashkët, e thirr atë, du me Bigun bëj një këngë. Po, edhe vendosëm e bënëm këngën bashkë, e bëm videoklipin e realizum, pa ashtu unë do të faleminderojmë se edhe kam thënë disa herë dhe shumë herë do të them, prej atij bashkëpunimit mu më mushtu edhe një mik tjetër shtëpie. Gasoja është bë një pjesë e jetës time, është bë një pjesë, si them, familjes, një shok, cilën çdo ditë kam patjetër të raportoj se ç'a bëna, ç'a s'bëna, si kalon. Kështu që kam fitu një mik shumë besnik. Një mik. Një mik shumë besnik. Se këto gazeta ta përshkruan, ta Po, gjetën, ta qitën. Gazetat në fillim nuk e njihnin Gason e edhe bën një etiketë dhe me Big Mama Shën Valentinit e feston me atë. Bile mora thash demantoj, thash nuk e demantoj se do del kënga ta kuptojmë vetë, mos e çash, është e vërtetë ajo. Bigu ishte shumë bukur që të kishim sonte në spektaklin. U kry kaqa.